Sot në orën 7:30 zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 58 vjeçar nga fshati Raveni Gostivarit për shkak të dyshimit të bazuar për veprën penale të kryer prodhim i paautorizuar dhe lëshim në qarkullim i drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve. Gjatë kontrollit në shtëpinë e tij dhe në hapësirat ndihmëse të kryer në bazë të urdhrit gjyqësor, janë gjetur dhe konfiskuar një substancë e bardhë pluhur, marihuanë dhe fishek pistolete. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të vijojë kallëzim përkatës. Dje në Departamentin për Punë të Brendshme Gostivar është raportuar se në periudhën prej datës 29 korrik në orën 22 deri në orën 9:40 të datës 30 korrik 2026, në një parkim në rrugën Goce Delçev në Gostivar, një plumë qor nga një armë zjarri ka goditur qatin e një automjeti të parkuar Mercedes me targa gjermane në pronësi të një qytetari nga Gostivari. Nuk ka persona të lënduar, ndërsa plumbi është marrë nga zyrtarët policor për procedurë të mëtejshme. Është kryer kçyrja e venxarjes dhe po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 16:25 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 27 vjeçar nga Tetova ka raportuar se në rrugën Dimo Gavrovski Kara në Tetov, pas një mosmarrëveshje paraprake për një vend parkimi, është sulmuar fizikisht nga një 54 vjeçar nga fshati Bogovine e Tetovës, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në orën 20:15 në fshatin Neproshten të Tetovës, zyrtar policor nga stacioni policor të Arc kanë privuar nga liria një 20 vjeçar nga fshati Lepçisht, pasi tek ai është gjetur dhe konfiskuar marihuanë. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do dorëzohet parashtresë përkatëse. Dje në ora 20:30 në stacionin policor Gallat, një 34 vjeçar nga fshati Vrapçisht i Gostivarit ka raportuar se rreth orës 18:45 në fshat është sulmuar fizikisht nga një fëmijë i tij, po merren masa për zbardhjen e rastit. Pas mesnate në orën 2:20 në rrugën 18 nëntori në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 34 vjeçar nga Gostivari. Paraprakisht bashkëshortja e tij, 36 vjeçare, ka raportuar se rreth orës 23, pas një mosmarrëveshjeje të shkurtër, e ka sulmuar fizikisht në shtëpinë familjare dhe nga çanta e saj ka marrë para dhe qelsat e automjetit të saj dhe është larguar. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë kallëzim përkatës.